Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi. Po takohemi në emisionin ton të përbashkët të 4 radiove publike, Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e Malit të Zi, për të diskutuar edhe njëherë një temë me interes të përbashkët, ashtu si kur veprojmë çdo të enjte. Sot kemi zgjedhur të flasim për futbollin, një temë aktuale. Do të flasim për përgatitje dhe për gjasat për të qenë pjesë e botrorit 2026. Këtu në studion e Radio Kosovës ju flas unë Mirvete Uka, ndërkaq për të folur për këtë temë kam thirrur ekspertin e futbollit, zotin Feta Veliu, i cili po ashtu është edhe autor librash lidhur me futbollin. Zoti Feta, faleminderit shumë që ju përgjigje ftesës tonë dhe mirëseardhje në studion e Radio Kosovës. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën, po ashtu përshëndetje për të gjithë ndëgjuesit e Radio Kosovës edhe për mysafirët të cilët i kemi në Tiranë dhe në Shkup. Jeni shumë i mirëseardhur dhe shumë falenderues jemi ndaj jush, kushdo që jeni mysafir në këtë emision kaq me interes për shqiptarët dhe ju falenderojmë shumë për kohën edhe një herë. Do të kalojmë tani linjën tek studia e Radio Tiranës, atje kolegu im Jau Margjeka është me njërin ndër gazetarët më të mirë të sportit që ka Shqipëria, Dëfrim Met Hasanin. Përshëndetje për ju Jaho dhe për ju Dëfrim. Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për ju të ftuarin tuaj, për të gjithë kolegët në studiot e tjera, në veçanti për dëgjuesit tanë kudo që po na ndjekin sot, siç thatë edhe ju, un jam tani në studio me kolegun gazetarin e mirënjohur sportiv Dëfrim Met Hasani. Dëfrim, faleminderit shumë për kontributin në Pakufi sot, sikurse edhe herët e tjera. Faleminderit edhe ju, Jao, përshëndes edhe kolegën tonë në Radio Kosova, por dhe miqtan që kemi në Shkup edhe në Mal të Zi. Është kënaqësi të komunikosh që nga titulli Radio Pakufi do të thotë që ju nuk bëni thjesht një bashkim njerëzësh, por bëni një bashkim vlerash. Faleminderit shumë Dëfrim. Po, Mirvete? Faleminderit shumë Dëfrim edhe për fjalët e bukura, këto vlera i shpërndajmë bashkë me juve, pa miqtan, emisioni Pakufi do të ishte i pamundur që të realizoja, andaj jemi shumë falenderues të 4 ekipet për kontributin që jepni kushdo prej jush në të gjitha fushat në këtë emision. Do të kalojmë linjën tek Radio Shkupi. Kolegu Mehmet Ali Jusufi është me Muhamet Ismailin, ekspert i sportit. Mehmet Ali. Po Mirvete, përshëndesim të gjithë dëgjuesit që aktualisht janë duke na ndjekur. Na munguat javën që iku, tani jemi pak si thua më të entuziasmuar, siç potencove i ftuarin në Radio Shkup është profesori Muhamet Ismaili, profesor mirëseardhje në Pakufi. Mirëmbrëma dhe ju dëshiroj një pasdite të këndshme të kalojmë kështu me sportin më të popularizuar, futbollin. Krijohet një atmosferë mirë, kështu një trekëndësh, plus edhe malinezi e kemi sepse ato ethet e garave të futbollit nuk mungojnë asnjëherë në këto vende, në rajon. Tani kemi këto garat kualifikuese, shohim prognozën tuaj, a ja qellojmë ajo. Pasi që ditë forcat e huaja na kanë nda, mirë po ja në këtë rast me emisionin e juaj, ne jemi të bashkuar, gjithë trevat shqiptare, edhe misioni është Pakufi, po kjo emision është emision i zemrave, pra ne çdo herë kemi pas zemrat të bashkuara. Faleminderit që erdhe në Pakufi. Mirëvet. Dhe siç thuhet, vetëm armiku nuk mund të na ndajë, apo jo zoti Ismailit. Faleminderit shumë për kohën. Një sqarim për dëgjuesit e emisionit ton për ata që nuk kanë qenë duke na dëgjuar javën e kaluar, atë që Etseku Mehmet Aliu, kemi pasur një problem në lidhjen teknike dhe kemi pasur të pamundur të lidhemi me Shkupin, prandaj vetëm kjo ka qenë arsyeja që nuk i kemi qenë bashkë. Emisioni është realizuar bashkëpunim i Radio Kosovës me Radio Tiranën, duke e transmetuar po ashtu edhe kronikën e Malit të Zi. Kur jemi te Mali Zi, ata sot vinë me një kronik. Kolegu ynë Senat Gila ka biseduar për futbollin dhe përgatitjet për botrorin 2016 me Bernard Hasanaj, një sekretar i klubit të futbollit në Tuz. Tani do nisim këtu diskutimin, me që është radha e Radio Kosovës, do nisim sot të flasim me Feta Veliun, ekspert i futbollit.
Ku do e nisim, zoti Fetar? Në suksesin që patëm në ndeshjet e fundit, entuziazmin ton, apo në shortin që o hodhë sot? Ja, po e fillojmë me muajin nëntor, muajin e flamurit, muajin e festës, pavarësisë Kosovës, dhe kjo po ndërlidhet tani edhe fitoret e kombëtarëve shqiptarë dhe asaj të Kosovës, pra arritjet në play-off, një muaj pra i festave, një muaj i krenarisë, edhe një muaj historik, themi kështu. Dhe na bën krenar shumë djem tanë me ndeshjet e fundit suksesin që kanë arritur. Padyshim, ky do të jetë dekade e kombit shqiptar, arritjet të cilët janë bën në sport e në veçanti në futboll, dhe besoj se kjo frymë duhet të vazhdojë edhe në play-off, po ashtu të jemi edhe pjesë e kampionatit botror. Sa jeni optimist por pas sukseseve që kemi arritur dhe kemi arritur të jemi në play-off për të qenë edhe pjesë, se ka dhe akoma rrugë për të bërë? Tani deri këtu jemi të kënaqur me arritjet, me rezultatet. Na vjen të themi kështu të përgatitemi pak në planin profesional, edhe të njëjën edhe të tjetra kombëtare. Tani e shohim ku i kemi kombëtarët dhe ku duhet të intervenohet në aspektin profesional, sidomos në atë planin e lojës, për shkak se tani nuk kemi shkuar reardhje, po e kemi vetëm një ndeshje, dhe të themi një ndeshje gjysmë finale, për të arritur në finale dhe për të shkuar në kompeticionin botror. Pra, kështu, pra kompeticionin botror, kampionati botror është pak më i vështirë, duhet pra të kalohet i pari për të shkuar drejt për drejt, për ndryshe duhet të arrihet edhe play-offi, kështu ka shumë gara në këtë kompeticion, por ne pra të dy kombëtarët tani duhet të identifikojmë ato dobësitë tona të cilët janë brenda planit të lojës dhe të përgatitemi deri në mars. Besoj se në Shqipëri edhe në Kosovë gjithandej në vizet teknike shqiptare ka eksperta të futbollit, po do të ishte mirë, unë po ngritje një temë të diskutohet themi në kuadër të ekspertave të futbollit, ata të cilët kanë programe, kanë metodologji, të cilët mund të ndihmojnë, pra kanë mundësi të prezantojnë një plan më i detajzuar, i cili mund të them se ekziston te kombëtarët nga Selvino edhe tek ajo e Kosovës nga Foda. Por ne kemi pa, do të thotë, rrugës ndeshje pas ndeshje kemi ba shumë, aty ka, mos të them eksperimente, pra ka ndryshime. Ndërsa në aspektin profesional nuk lejohet të bëhet shumë ndryshime ose të bëhet të themi kështu në thojë të eksperimenti. Te këto kombëtare ku ka ardhje të futbollistëve më të mirë nga skuadrat më të mira në Evropë apo në ligat evropiane, atëherë plani i trajnerit është që të krijojë një sistem loje, të krijojë një themi plan brenda tranzicionit të lojës, ku lojtarët dinë pra të vendosë. Prandaj din edhe të rreshtohen, po ashtu din të qëndrojnë në hapësirë edhe në distancë nga topi. Mos themi tani se si ndodh tranzicioni i parë. Ekspertët e din këtë, po kishte qenë, po e ngriti unë një. Do të flasim edhe për çështjet e menaxhimit edhe të lojtarëve dhe për suksesin e deri tanishëm ai faturohet trajnerit. U kënaqëm shumë me lojën dhe fitoren ndaj Slovenisë, po nuk ishte keq edhe loja me Zvicrën, arritëm barazim. Do ishte mirë të fitonin, po arritëm barazim. Si e pat ju? Tani do të pranojmë kombëtarët zvicrane është nivel të themi pak më i avancuar nga kombëtarët tjerë me cilët jemi ballafaqur. Për shkak përvojës, për shkak eksperiencës të futbollistëve të cilët luajnë në për skuadra të mëdha evropiane, në veçanti për shkak të një mesfushtorit më të mirë në Evropë ose në botë si Granit Xhaka. Një, si themi, dirigjenti një skuadre, edhe një njeri cili vendos lidhjet në lojë, lidhjet e reparteve, vendimet i merr ai në fush, dhe shumë do thotë ta kesh një futbollist të tillë. Po ta kishim ne në kombëtarën e Shqipërisë ose të Kosovës në Granit Xhaka, edhe pse ka aty Aslani është te kombëtarja shqiptare, tek ne kemi Muslin, po ka edhe shumë djelmosha tjerë të cilët do të vinë të armën. Ne si kombë shqiptar kemi një gjenezë, kemi një intelekt avancuar, po duhet të përpunojmë, pra duhet të ekzistojë një plan për të mund të i vejmë në funksion këta djelmosha të cilët janë kreativ. Gjithandej shqiptarët janë kreativ, ne po presim, pra ishte një arritje, themi, edhe me Zvicrën një rezultat 1-1, por mu nuk u pëlqej themi pjesa e parë, pastaj pjesën e dytë ndroi. Ajo për cilën unë po kam dilema dhe po brengosim
pse ndodhet themi diçka në përfundim të lojës, ndodhet një avansim, të ndodhen një ndrrim ritmi, një ndrrim mentaliteti i lojës, një ndrrim avansimi të lojës. Prandaj këtu duhet të diskutohet në plan, pse kjo mos ndodhe në fillim të themi të ndeshjes. Të ekzistojë një plan se si ne duhet të vendosmi. Sa do të jetë kufini, themi ku ne dalim, çfarë mbrojtje do të jetë, a e mbrojtje e mesme, a do të jetë mbrojtje e shumë e ulët. Këtu duhet të punohet në plan. Plani nuk guxon të ndrohet apo sistemi të ndrohet nga ndeshja në ndeshje. Se është themi diçka që duhet të investohet shumë ose të kemi strukturë shumë të avancuar trajtare të cilët në lojë bojnë transformimin. Do të thotë ndrimin e pozicionit ndodh në lojë gjatë tranzicionit. Por nuk guxojmë pra të mos dim se si të rreshtohemi, apo si të interpretojmë presingun, apo si të dalim themi matej dhe të rreshtohemi mirë në për reparti. Çështjen Xhaka, nëse mund ta quaj çështje, po e fus në thojzat, desha ta lë për pak më vonë, por me që ju e përmendët për suksesin edhe për ato se ekipi ishte shumë i favorizuar, ekipi i Zvicrës, po e përmendim tash. Reagimin e tifozëve të Dardanëve ndaj Xhakës. Nuk ishte deshtë të ndodhe kjo, jam brengos edhe unë shumë jam brengos për shkak se unë jam pjesë e një libri të Granit Xhakës, për të cilin është shkruar në gjuhën shqipe nga një autore shqiptare në Zvicër, kom qenë recenzent i këtij libri dhe sa e madhështojnë themi shqiptarë gjithandej botës, një personalitet i cili ne kemi emëruar si ambasador i sportit, i futbollit shqiptar në botë. Tani kur ka këtë titull, edhe kur këtë bota e pranon, Evropa e pranon, ne në shtëpinë tonë duhet ta pranojmë një personalitet botror. Po çka prisnim ne, që ai të jepte gol? Po jo, nuk ka më gol tani atje në Tiranë, e din shumë mirë ndeshja Shqipëri-Zvicër se si ai nuk donte të jepte gol. Por nuk mund ta mohojmë se ai nuk ka gjak shqiptar. Ai luan për Zvicrën dhe është normale. Po ne jemi brenda sportit futbollit, kush është brenda futbollit, ata që kanë luajtur futboll, ne kemi luajtur kundër vllau tim. Po bie fjalë mund kanë ndodhur dy skuadra të luajnë kundër njëri tjetrit. Ashtu, pra është një lojë e arti, lojë themi arritjeve edhe avancimit objektivave për çdo futbollist, po edhe për çdo skuadër ta fitojë ndeshjen. Pas arsyetimet në rrjetet sociale, pastaj njerëzit u arsyetuan pas reagimeve të shumta që pa që nuk u desh të silleshin kështu tifozët ndaj Xhakës, dhe pati arsyetime të atilla që Xhaka ishte kundërshtari ynë dhe ne më të drejtë i fishkëllojmë kundërshtarit. Por Xhaka nuk u fishkëllua si kundërshtar. Nëse ne duhet kemi pak ta institucionalizojmë çështjen shqiptare, çështjen kombëtare duhet të jetë institucionalizuar. Duhet të ndërmirën hapa në aspektin institucional. Institucionet duhet pra të krijojnë, të shpërndajnë themi njoftime, të shpërndajnë frymë të bashkimit shqiptar, të respektimit të kuadrave, të respektimit të personaliteteve evropiane e në veçanti shqiptarëve të cilët na bëjnë krenar në botë. Prandaj edhe këtu institucionet duhet tonë, edhe federata paraprakisht nuk zhdesht. Edhe tu të reagohet tani, edhe nga institucionet tona në Kosovë duhet të reagohet në këtë themi veprim themi të tifo grupeve. Ishte i pahishëm. Faleminderit shumë për këtë pjesë dhe do i lëm radhën kolegëve tanë dhe do kthehemi më vonë përsëri të bisedojmë bashkë këtu. Jaho? Faleminderit mirë vete, vazhdojmë biseden këtu në Radio Tirana me të ftuarin ton, gazetarin e mirënjohur sportiv Defrim Metasani. Zoti Metasani, Shqipëria dhe Kosova kanë mësuar sot fatin e tyre në shortin e fazës play-off, ndërsa synohet botrori 2026. Shorti, sipas një pjesë të madhe të analistëve nuk u tregua shumë bujar me Kuqezin, që do të përballen fillimisht me Polonin, që ishte rivali pozicionuar më mirë në fazën e dytë. Në anën tjetër Kosova do të përballet me Slovakinë. Përfaqësuesja e Silvinios ishte pra me më pak fat në këtë short, pasi nëse kalon Polonin në transfertën e gjysmë finales, sërish do të luajë në transfert. Në finale është rezervuar fituesi i Ukrainë-Suedi. Se e bëra një hyrje pak të gjatë në fakt, DEF Kosova ndërkohë do të luajë me fituesin e Turqi-Rumani dhe nëse fiton ndaj Slovakisë, Dardanët janë më fat për faktin se do të luanin finalen e madhe në stadiumin Fadil Vokri. Kjo është një tablo e asaj që ndodhi sot pas shortit në zyri të Zvicrës. Pas gëzimit të dy kualifikimeve të Shqipërisë dhe të Kosovës, natyrisht që të gjithë shqiptarët sot mbajtën frymën për të përjetuar shortin dhe emocionet e tij, për të zbuluar kundërshtarët tanë në fazën e play-offit. Dhe natyrisht që rruga nuk është e lehtë, rruga është e vështirë, por nëse ti ke qëllim të shkosh në finalet e një kampionati botror, natyrisht që duhet
të fitosh me çdo kundërshtar. Dhe unë them që Polonia le të jetë një kundërshtar i radhës, ashtu siç është Slovakia për Kosovën, sepse për momentin të dy skuadrat përfaqësuese, entuziazmi është, grupi është dhe talentet janë, mundësitë janë. Të vinë keq që ndeshjet do të luhen jashtë. Kosova ka një ndryshim nga ne sepse do të luajë ndeshjen e dytë, nëse kualifikohet nga ndeshja e parë me Slovakinë do të luajë brenda, ndërkaq që shorti y na ka vënë përballë Ukrainës ose Suedis dhe nëse e kalojmë Poloninë. Nëse e kalojmë Poloninë dhe nëse fiton Ukraina ne duhet luajmë prapë në Poloni. Sepse Polonia është vendi i zgjedhur nga Ukraina me që për arsye të luftës që po zhvillohet atje, duhet zgjedhësh një vend tjetër. Po Ukraina nuk i bën ndeshjet brenda. Ndeshjet në Poloni. Natyrisht që është një sukses, do ta cilësoj unë edhe rrugën e bërë deri tani, edhe për Shqipërinë, veçmas për Kosovën që e ka suksesin e parë pas lufte, pra pas pavarësisë së saj në arenën ndërkombëtare, pasi është pranuar pra në UEFA dhe në FIFA, tashmë Kosova ëndron finalet e një kompeticioni të tillë, çka e guxon me merit, sepse ka një skuadër me plot talente që dikur i shërben edhe ekipit tonë kombëtar dhe vazhdojnë të shërben, sepse ne kemi shumë djelmosha të Kosovës që luajnë dhe për ekipin e Shqipërisë dhe dua të bëj edhe një falënderim publik madje përmes valve të Radio Pa Kufi për atë këtij emisioni që ndiqet shumë në gjithë botën. Dua të bëj një falënderim për futbollistët, ish futbollistët e Kosovës dhe ata që janë sot, që kanë veshur fanelën kuqezi, por dhe për tifozët shqiptar të Kosovës që kanë mbështetur gjithmonë ekipin tonë kombëtar, veçmas kur ne kemi luajtur jashtë, sidomos në 2 finalet e kompeticioneve europiane, ku unë kam qenë i pranishëm edhe në Francë, edhe në Gjermani, dhe këtë e kisha si detyrim moral për ta thënë pra një mirënjohje. Po, faleminderit Devrim. Të kthehemi pak shumë shkurt tek rrugtimi i ekipeve tona deri në play-offin e botrorit 2026. Ne kemi realizuar objektivin, sepse ne kishim objektiv Serbinë. Para lufta në grup brenda llojit ishte me Serbinë. Po pikërisht. Nuk e them thjesht në planin politik apo nacional apo Anglia dihej. Po Anglia di se ishte kokë grupi, ishte kokë grupi dhe do të ishte e para. Natyrisht që ishte një skuadër lider në futbollin botror dhe dije që do të ishte e para. Lufta ishte për vendin e dytë. Pikërisht. Dhe ne ja kemi dalë të fitojmë edhe në fushën kundërshtare. Një barazim këtu dhe fitore 4 pikë. Pra jemi të fituar dhe unë them që qëllimi ynë është realizuar. Po, dhe ne, logjikisht, sepse njeriu s'knaqet asnjëherë, por logjikisht ne duhet jemi të kënaqur me atë çfarë kemi bërë deri tani. Dhe unë e konsideroj sukses. Rrugtimin e ekipit tonë kombëtar sepse realizoi qëllimin për të qenë të dytët, pra për të shkuar në play-off. Tani është një fazë tjetër. Edhe Kosova bëri një paraqitje shumë të mirë, sidomos në ndeshjen në Ljubljan, edhe në ndeshjen në Fatil Vokri, edhe në Suedi. Po, edhe në Suedi. Edhe në Ljubljan, sepse unë shoh më shumë të ndeshjet në fushën kundërshtare. Sepse aty matet forca e një skuadre që vlen. Pra sa vlen jashtë, jo vetëm brenda që ke suportin e shumë tifozëve kështu. Edhe favorin që t'jep pak a shumë fusha vendse, ka një përqindje, jo shumë, por ka një përqindje. Po e thatë jo është suksesi i parë i jashtëzakonshëm i Kosovës, domethënë arritja në play-off. Kosova ka etje. Ka patur ekipe shumë të mira, ka bërë edhe me 10-15 ndeshje Kosova pa asnjë humbje, deri kur humbi me Anglinë para disa vitesh. Në 7 ndeshjet e fundit s'ka asnjë humbje në fushën e saj. Çka është për tu admiruar. Ndërkaq që ne kemi psuar më pak gola se asnjëherë në kompeticionet e tjera. Edhe ky është një rezultat i mirë. 4 gola nga Anglia. Vetëm nga Anglia. Vetëm nga Anglia. Edhe kjo, nga 5 gola gjithsej. 5 gola kemi psuar gjithsej. Kemi edhe një rezultat shumë domethënë. Kështu që është një rezultat domethënë se kjo kemi psuar më pak gola se asnjëherë në kompeticione të tjera. Dhe kemi dalë të dytë duke mbulluar 14 pikë, edhe kjo është një sukses. Tani duhet të matemi me majat, me më të fortin dhe duhet godasim murin. Kemi dy. Çfarë than Duka, presidenti i FCF-s, edhe Silvinjo, trajneri i kombëtarës tonë pas i mësuan shortin? Si reaguan? Natyrisht që tek ne çdo kundërshtar pak a shumë një niveli ishte, nuk është se ata u habitën. Pra ishte një short që edhe pritej, madje unë disa herë kur më pyetën se isha i ftuar në një media tjetër, thash o Polonia o Çekia. Si janë skuadra që edhe kemi bërë më shumë me ta, me Poloninë 15 ndeshje kemi zhvilluar. Si kemi bilancin? Bilanci është negativ, kuptohet. Po, natyrisht. 10 ndeshje i ka fituar Polonia, 2 i ka fituar Shqipëria dhe 3 ndeshje janë mbyllur në barazim.
Bilanci i kohëve të fundit është i në mirë. favorin tonë. Ndërsa Sidomos bilanci historisë në epokën Silvinjo. Po, në epokën Silvinjo është pozitiv për ne. Unë tash bilanci historik, i cili fillon në vitin 1949, ndeshja e parë me Poloninë. Ndërka që në 2 skuadrat e tjera, nëse ne kualifikohemi, bilanci është i njëjtë. Kemi nga 6 ndeshje me Ukrainën, 6, kemi dhe me Suedin 6. Kemi dhe të njëjtat rezultate, 4 fitore të kundërshtarit, kemi 1 fitore tonë dhe nga 1 barazim. Pra janë bilance që flasim më shumë për kundërshtarin. Por e sot me kombëtarës është ndryshe. E kombëtarës son. Kemi një skuadër që matet din të matet me kundërshtarin, pra din të luajë si e barabartë dhe me të fortët. Edhe me Angli në 75 minuta ishim ne superior. Pra luajtëm thuajse jo vetëm të barabartë, por kishim dhe momente që ishim më mirë se Anglia. Shumë mirë. Një gabim pastaj, një gol 74 minuta. 74, pastaj bëri ndryshime dhe dëmtimi i Brojës që pati rolin e vet. Ju dëfrim këtë të preferonit nga vazo e dytë. Walesin. Ku ne peshkuam Poloninë. Walesin, Walesin. Po, edhe Walesi është ekipi fort dhe ka përgatitje të lartë fizike, ka përgatitje të lartë atletike, janë lojtarë që luajnë fort, sepse ngjason me futbollin angles. Shiko. Por nuk ka këto është një lajm që ne kemi shmangur Italinë. Përse do të ndesheshim me Italinë? Nëse nuk do të na binte me Poloninë, domethënë. Mund të orientoheshim në një tjetër kombinacion. Unë them mirë që është shmangur. Po sigurisht. Për mua është fitore, ajo ishte fitore që shmangur Italia. Pastaj ne mund të ishte një short pak më i mirë pas Polonisë. Pra që të ishim në një kundërshtar pak më të lehtë, por gjithsesi ky është futbolli. Dhe duhet ta pranosh ashtu siç është, përderisa i futen në këtë fazë, nuk është si puna e shortit që hidhet për ndeshjet eliminatore, që ka të fort, ka dhe të dobët. E zëm se ndeshja me Poloninë do të zhvillohet nesër, ta zëm. Si do ta çfarë prognoze do të kishe për këtë ndeshje? Duke pas parasysh formën e ekipit ton të Shqipërisë dhe formën e ekipit polak momentalisht. Është prononcuar për shortin edhe trajneri i ekipit polak, mos gaboj. Trajneri Silvinjo ka thënë që skuadra e Polonisë ka ndryshuar. Ka ndryshuar për mirë. Por dhe ne duhet të ndryshojmë taktik deri në mars. Po, deri në mars duhet të ndryshojmë. Deri në 26 mars. Këtë deklaroi Silvinjo të paktën pas shortit, për sa i takon ndeshjen me Poloninë. Tha Polonia është një ekip që ka ndryshuar për mirë. Por natyrisht që ne nuk duhet të rrim vend. Sepse edhe ne duhet ndryshojmë dhe duhet korrigjojmë gjërat që ne nuk i kemi bërë mirë deri tani. Ky ishte prononcimi i trajnerit Silvinjo, më fal sepse më pyete dhe ja na shkaluan pak duke diskutuar për rëndësinë e ndeshjeve dhe të këtyre të kalendarit. Por më duket se u kënaq paksa më i për ndeshjen e parë ishte i kënaqur. U paraqit më se i kënaqur. Më se i kënaqur ishte për Poloninë. Për ndeshjen e parë. Në shortin e grupit kur mësoj që do të ishte Anglia, Serbia, Letonia dhe Andorra, u duka jo shumë entuziast, por ja që gjërat shkuan ndryshe dhe ne ishte frikë e Serbisë. Shkuam në vendin e dytë. Ishte frika e Serbisë. Po, pikërisht. Sepse mendoj që përvoja, historia, emri, pesha e fanelës do ndërthueshin dhe do të komplikonin. Plus problemeve që kanë lindur vitet e fundit, kuptohet në këto përballje, por u eliminuar këtë vit, nuk u bën ndeshje në Beograd, pati gjëra që lëvizën për mirë. Ndërsa për Kosovën jeni optimist dëfrim. Më fal, për dy Ata lëm për pjesën tjetër. Për dy gjëra jam i lumtur. Që Shqipëria nuk konsiderohet më e vogël. Po. Pra gjyqtarët nuk tallën si maca me miun me ne. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe që ne kemi ndryshuar në sytë e botës. Po, natyrisht. Pra janë dy element, sepse prania e Armando Dukës, si zëvendës president UEFA-s, pra presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, e ka luajtur rolin e vet dhe gjyqtarët, nëse ke parë, nuk vëshëllejnë vetëm kundër Shqipërisë. Nuk vëshëllejnë lehtë kundër Shqipërisë. Matë mirë kur vëshëllejnë si dikur. Dhe nuk kemi më sport që mbushim, pra ekip që mbushim sportin. Sakt. Atëherë, këto janë dy gjëra, ndërsa optimist për Kosovën, jam shumë optimist. Po të them që ka grupin më simpatik dhe talentet më të mëdha, është një Brazil i Ballkanit. Mendoj që me ndeshjen me Zvicrën. Kosova është Brazili i Ballkanit, për mua. Për fidanishtën dhe yjet dhe talentet që ka, imagjino Zhegrovën në stol. Zhegrova që për mua është yll, është një nga lojtarët më të mirë në Europë. Edhe Zhegrova si dërguar në aeroplan privat nga Juve
për ta marrë me njëherë pas ndeshjes. Po, ishte Fadil bisedova Vokri. edhe me babain e tij që shumë përshëndes. bukur, Zhegrova dhe Rashica ishin Po, sot. ta përshëndes sepse është tifoz kalojmë në numër Shkup, ja? idealit ti se bashkë me bashorta na shkojnë në çdo ndeshje, madje në sollën dhe një bluzë të tij ma bën dorat, unë dua t'u shpreh një mirënjohje babait të Zhegrovës në Radio Tirana. Faleminderit. Të frim për këtë pjesë të komunikimit në Pakufi. Kalojmë linjën te kolegët Mirvete. Do të kalojmë linjën tani në Shkup te Mehmet Aliu dhe i ftuar. Mirvete u mësuat pa Shkupin juve si duhet funksionoj. U mësuam. Filluam ta ndajmë kohën gjysmë. Bile do të thosh një të Maqedonisë përmendet fare, do të Ismailin e pam një Maqedoni. Po që të mos u harxojmë diskutimin o Mehmet Ali, se pastaj çfarë do flisni ju? Ja, do të lidhesha edhe me Tiranën e me Prishtinën, sepse do doja prej fillim që mos azjasim shumë, ti japim një prognozë edhe nga Radio Shkupi. Kemi ekspertin zotin Ismaili, i cili do të na thotë se si e pa këtë ballotazh. Maqedonia luan kundër Danimarkës, Kosova me Slovakinë dhe Shqipëria është, si thua, pozitë pak më të pavolitshme për faktin që luan të dy ndeshjet, nëse kalon Polonin edhe Suedi, Ukrainë ndoshta luan sërish në Poloni për shkak se Ukraina gjendet në si thua në pozitë të jashtëzakonshme, ka luftë atje. Mund si fillim të jemi një prognozë dhe më pas të shkojmë një analizë kështu se si e pa Maqedoninë në rrugën e Maqedonisë që kaloi në këtë si thua gara kualifikuese për botrorin 2026. Pa përshëndesim edhe një herë ato cilët janë prezent në Tiranë edhe në Prishtinë. Ta japim edhe ne mundin ton, mendimet e tona. Pra mund të themi se Maqedonia, pa që si jemi në Maqedoni, ka kaluar këta ndeshjet me një sukses, sepse edhe ne kemi dëshirë se aty i mbrojnë fanelat e Maqedonisë shqiptarët, të cilët e prezentojnë, përfaqësojnë faktikisht Maqedoninë. Kështu që Maqedoni tash ka një krizë, sepse ka kaluar afati trajnerit, seksionusit, Bobi Milevskit, dhe në kohën më të vështirë, faktikisht kjo vetëm se mund të bën një absurde ashtë kjo për mua si njohës i futbollit, i sporteve të tjera, të në momentin e fundit mos të vazhdosh afatin, faktikisht marrëveshjen trajnerit, që Maqedonia mund të reflektoj kjo me vëllë si një humbje. Unë lexova se faktikisht federata nuk ka dashur t'ja vazhdon kontratën, ndërsa lexova se lojtarët janë me Bobi Milevski. Ja kështu tash ka një përplasje, kundërshtari është Danimarka. Mund ta imagjinoni. Nuk duhet të flasim tash në kohët më vështira. Ato janë edhe ish kampion të Evropës. Po edhe ish kampion, edhe Danimarka është tash themi, edhe mendoj se Maqedonia vetëm se ndonjë mrekulli që në futboll mund të ndodhë dhe ajo, që mund ta kalon, mirë po kjo është një e pamundur. Një mrekulli. Nga ana tjetër kemi edhe Kosovën e çuditshme, kaq bukur luajnë kosovarët me Slovakinë dhe më pas fati keq që me një gjigant që janë në formë, kanë Turqia për shembull. Çfarë mendoni, mund ta kalojmë edhe? Unë jam optimist i madh, unë jam tan kohën si sportist, si trajner, gjatë kohës time, unë jam optimist se është mrekulli e bërë nëse është diçka, si tha nga Tirana, kolegu Dëfrimet Hasani. Po, tha se brazilianët e Ballkanit janë Kosova. Plotësisht pajtohem se nga livadhet, nga okupimi. Si braziliant. Faktikisht nga rruga thjesht të dalin nga livadhet e Kosovës me balt dhe gjoher me frikë se a do të vinë policia sërbet na kape edhe për një kohë të shkurt 2 dekada e diçka të dalin në arenat më të mëdha botërore, kjo është vetëm se një mrekulli
për Kosovën. Edhe shpresoj dhe jam optimist I madh se Kosova ka gjasa të mëdha, se ka zemrën e madhe, edhe lojtarët të cilët luajnë për Kosovën me të vërtet sakrifikojnë edhe atomin e fundit e derdhin në fushën e blert dhe dëshirojnë që të dalin në arenën si Luana dhe faktikisht të dalin dhe t'ja arrin një fitores historike edhe pse zoti Ali që me të vërtet Turqia, edhe aty jam optimist se këtu futbolli faktikisht mos ka të mëdhej edhe të vegjël. Futbollin e luajnë edhe në Afrikë, e luajnë edhe në Azi, e luajnë edhe këtu në Ballkan. Pra në çdo vend luhet futbolli. Kemi faktikisht edhe trajnerët botëror, Shqipëria ka një brazilian, Kosova ka një gjerman, po faktikisht këtu vetëm Maqedonia jemi keq. Veç Maqedonia janë ato të cilët hala mendojnë se është një shkollë e jona, do me thënë, mos të harrojmë, jemi momente historike për faktin që kualifikohen 3 përfaqësues, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, por nga ana tjetër Maqedonia mos harrojmë se luan me një skuadër e cila në asocion të prishja Jugosllavi, sepse do të shkonte Jugoslavia në kampionatin 92, u prish Jugoslavia, shkoi Danimarka dhe fitoi atje. Mund ta imagjinoj se ndoshta këtë borç na e kthen Danimarka dhe na surprizon për mirë. Danimarka shpresoj, mirë po, në Maqedoni duhet ndryshon shumë gjëra. Ja, mendojnë ta fusin ashtu siç këtë thua lojtarin e Interit tash legjendën Pandev. Si trajneri i ri, sa do të gjendet ajo aty në këtë lojë faktikisht vendimtare ku ka vetëm se 2-3 muaj, shumë pak për të bërë ndryshime të mëdha. Po themi mirë, po them drejt se në Maqedonia ka një pengesë shumë të madhe. Po prap them futbollës kjo. Është I rrumbullak topi. Po I rrumbullak është topi, edhe ato luajnë në çdo ekip, lojtarët po luajnë jashtë. Faktikisht ne jemi të përqendruar për Shqipërinë, që Shqipëria edhe pse ka vështirë, po shpresoj se siç tha edhe kolegu nga Tirana, tash e kemi Armando Dukën atje si Zavendes. Tash më ndryshe janë referet ndaj neve, na kemi respekt, faktikisht kemi një njeri shumë në pozicion të lartë, edhe kemi faktikisht Silvinion, ashtu një trajner me emër, gjithashtu edhe Kosova, është emër të themi se me të vërtet shqiptarët në Ballkan janë brazilianët e Ballkanit. Zot Ismaili, cila skuadër bën më shumë përshtypje në Ballkan, për këtyre që u kualifikuan që do t'i shohim në botëror 2026? Po tregoj drejtën, jo pse unë anoj nga Kosova, po edhe s'mund t'i ndaj, themi Shqipërinë edhe Kosovën s'mund t'a ndaj. Këto janë dy pjesë mia të shpirtit faktikisht dhe asesi s'mund t'i ndaj. Jemi një komp faktikisht edhe do të ishte sukses I madh. Unë shpresoja se po të ishte një short më me fat, dëshiroja që të jemi të dy palët, të dy ekipet, të jemi në kampionat botror, ajo do të ishte ashtu themi qershia mbi tort dhe do të ishte diçka mrekulli për gjithë botën. Po shpresojmë se njëra nga këto, pasi të dyjat, njëra të shkon të ishte e njëjtë. A shkon Kosova, apo shkon Shqipëria, ato janë një. Gjasat më të mëdha mbase I ka Kosova. Po, Kosova. Shpresojmë se do të shkon Kosova. Po. Se jo dhe Shqipëria. Të dyjat bashkë. Po. Faleminderit. Po, Mendalit, faleminderit shumë. Atëherë do të transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga Senat Gila në Podgorica, në studion e Radios Malezia. I ka biseduar me Bernard Hasanaj, në sekretari I futbollit në Tuz. E ndjekim bashkë. Të nderuar kolegë, përshëndetje nga Radio e Maltezi.
Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e në veçanti për dashamirët e gjens më të rëndësishme, por jo kryesore në botë, pra të futbollit. Sonte flasim për sukseset e fundit të ekipeve të Shqipërisë dhe Kosovës në kualifikime dhe si gjithmonë nuk jemi vetëm. Në studio kemi mësafirin ton i cili do të ndajë vlerësimet e tij për momentet më emocionuese të këtyre ndeshjeve. Siç edhe keni paralajmëruar, unë në studio kam Bernard Hasanaj, Benin, të cilin e përshëndes dhe i dëshiroj mirëseardhje në studion ton dhe sigurisht e falenderoj që pranoi të jetë sonte me ne këtu. Përshëndes të gjithë dëgjuesit tuaj kudo që ndodhen dhe ju në studiot të Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit dhe faleminderit që më bëhet pjesë të emisionit Pa Kufi. Ben, si e vlerësoni paraqitjen e reprezentacioneve të Shqipërisë dhe Kosovës në garat e kualifikimit për kampionatin botror dhe a mendoni se në barash kanë shanse të kualifikohen? Duke marrë parasysh që Shqipëria dhe Kosova kanë investuar shumë në vitet e kaluara në futboll, ishte më se pritur një paraqitje tyre shkëlqyer. Kurse sa i përket barazhit, mendoj që kanë një shans të madhe për kualifikim. Posaçërisht do të veçoja ndeshjen e Shqipërisë në Leskovec, ku djemat treguan një performancë të jashtëzakonshme me një disiplinë dhe një gol fantastik i cili na pruri fitoren për barazhin. Gjithashtu duke marrë parasysh se unë personalisht merrem me organizimin e ndeshjeve ndërkombëtare tash disa vite, duhet që të uroj të dyja kombëtareve për organizimin e ndeshjeve në një nivel shumë të lartë organizativ, jo që me këtë dëshiroj të shmang vëmendjen nga objektivi, por duhet të them se edhe kjo çështje ndikon shumë në rezultatin e ndeshjes. Na duhet këtu të flasim pak edhe për paraqitjen e kombëtares malazeze. Sa i përket paraqitjes së kombëtares malazeze, mendoj që nuk kanë bërë një paraqitje as së mirë, por le të themi mesatare. Mendoj që ende ka mungesë në seleksionimin e lojtarëve që nga moshat e reja dhe që kjo don një kohë të gjatë punë dhe përkushtim maksimal. Po ashtu mendoj që Mali të Zi i nevojitën trajner të huaj të cilët besoj që mund t'i bien një sukses në të ardhmen. Mendoj që në Mali të Zi ka talent të cilët në një të ardhme premtojnë për suksesin. Po, a mendoni se shorti për barazh për Shqipërinë dhe Kosovën është në favor të tyre? Po, mendoj që shorti mund të shkojë në favor të Shqipërisë dhe Kosovës. Në fund diçka edhe për ekipin ton vendas Deçiçin, si e vlerësoni rezultatin e deritashëm dhe a thua mbetemi deri në fund në krye të tabelës apo ka rrezik për rënje? Sa i përket rezultateve të klubit deri tani, mendoj se s'jemi keq, po ashtu kemi edhe 5-0 në kampionat dhe jemi pranë çerek finales së Kupës së Malit të Zi. Me ekipin e Sutjeskës, kjo tregon një rezultat mjaft të mirë deri tani dhe që kemi mundësi të mbajmë kryeun e tabelës dhe nuk mendoj që do të ketë rënje. Edhe pse mendoj se deri tani klubi Deçiç ka një ekip të zgjedhur, a mendoni se mund apo do të ketë prurje të reja në klub? Prurje të reja, normal që do të ketë, por kjo është një pjesë që i takon stafit profesional dhe drejtorit sportiv Fatos Beqiraj, që ka bërë një punë shumë të mirë në vitet e kaluara deri më tani. Beni, faleminderit që ishit mysafiri ynë. Faleminderit ju dhe përshëndetje për të gjithë në veçanti të për tifozët kuqezi, por edhe të Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe të gjithë dashamirët e kombëtares dhe futbollit. Kështu po përfundojmë këtë epizod të pasionit futbollistik. Sukseset e ekipeve të Shqipërisë dhe Kosovës tregojnë se ëndra bën realitet kur ka përkushtim, talent dhe zemër. Të mos harrojmë se futbolli nuk është vetëm lojë, është emocion, krenari dhe është histori që vazhdon të shkruhet çdo ditë. Për Pa Kufi nga Podgorica, Senat Gilaj. Faleminderit kolegu tonë Senat Gila për kronikën e përgatitur në studion e Malit të Zi. Dhe do i kthehemi bisedës këtu në studion e Radio Kosovës me zotin Feta Veliu. Zoti Veliu, të flasim pak për gjasat për Kosovën. Me cilin nga ekipet, sipas shortit që ka tani, do ta ketë më vështirë dhe ku i kemi më shumë gjasat? A shishoni, të kombëtarja e Kosovës, shorti, them, do të jetë nivelizuar. Edhe atje në kombëtare shqiptare, edhe kombëtare Kosovës, me këto kombëtare të ballafaqura në gjysmëfinale, janë disi kombëtare aty afër njëna tjetrës në rezultate, në strukturë të lojtarëve, në prezantim, por kemi të bëjmë me disa kombëtare të cilët kanë eksperiencë më të madhe. Pjesëmarrje themi shumë merr në kompeticionet evropiane dhe ato botërore apo Turqia.
Tani unë po flas për kombëtaren e Kosovës. Mund të them se ne kemi një frymë dhe kemi një homogenitet, kemi një energji pozitive, do thot janë të karikum futbollistët e Kosovës për fitore, për arritje dhe për shkuarje matutje, themi një dëshirë të madhe, kështu mund ta them një dëshirë të madhe. Në futboll nuk mjafton të kesh vetëm dëshirë, por duhet të ketë një plan, kështu në atë konceptin profesional të ekspertizës duhet të ekzistojë një plan. Ne tani kemi ndru një plan si kombëtar e Kosovës, kemi qenë më parë, dikur kur kemi humbur ndaj Zvicrës, me një plan kemi luajtur 4-2-3-1, ndërsa tani kemi ndru sistemin e lojës, dhe shoh se ky sistem i lojës ka avantazhe për kombëtaren e Kosovës dhe unë mendoj se duhet të përmirësohet. Edhe pak matutje duhet të përmirësohet në atë vendosjen e skuadrës, vendosjen e lojtarëve në hapësirë. Shumë do thotë hapësira dhe koha në futboll, për shkak se ndihmon kush do ta ketë hapësirën ose kush do të jetë, themi, në prezencën e zonës së kundërshtarit, atëherë jemi më afër portës dhe mund të rrezikojmë. Tani Slovakia është një kombëtare me eksperiencë, është një kombëtare e cila në vendin e vet lund kështu me intensitet të madh, lund para shikuesve të tyre dhe është një kombëtare e cila ka disa lojtarë atje me eksperiencë, me përvojë, por thash, ne jemi në hovë të arritje. Do thot motivimi të kombëtarëve e Kosovës është shumë e madhe dhe kjo motivimi do thot shumë çka, shton energjinë. Do thotë shton adrenalinën e angazhimit. Tani në futbollin modern, angazhimi do thotë jesh i disiplinuar dhe të luash sa më thjesht. E ne kemi një kombëtare që lund shumë me një intensitet, është shtuar intensitetit e na, themi ai komponenta fizike, por edhe ajo komponenta mentale e cila ka munguar më përpara, tani është të shtuar, të jemi më të disiplinuar dhe vrapojnë të gjithë dhe kjo do thotë shumë në një garë, themi siç është play-offi edhe ndeshja ndaj Slovakisë. Ne duhet të luajmë ashtu siç kemi luajtur me Suedin në transfer edhe me Sloveni. Dhe kështu plani duhet jetë edhe pse duhet të përmirësohet. Tani do të kemi kohë deri në mars, ky plan duhet të përmirësohet. Çka është përmirësimi? Të studiohen këto dy ndeshje, të gjenden defektet të cilit kemi aty, mendoni se kemi pikat më të forta në ekip? Ne kemi, themi kështu, ne në strukturë të lojtarëve kemi lojtarët si që potencu që grova në bankin, një lojtarë cili është miliona edhe luan në një klub të madh evropian, po ashtu kemi edhe Rashicën, i cili luan poshtu, ka luajt dhe ka eksperiencë të madhe, dhe të tjerët të cilët janë në bankin. Pra kemi konkurrencën brenda kombëtarës është konkurrencë e duhur, e cila i ban të motivon, të avansohen dhe të japin maksimumin në një ndesh. Po të themi kështu në plani taktik se gjithmonë kur ke strukturë të mirë të lojtarëve në komponentën teknike, fizike, trajneri e ka për detyrë të përcaktojë planin, detajet e planit, edhe zbërthimi gjitha niansave aty të cilat janë brenda, të cilat në të kaluamën ose në ato ndeshje, sidomos në ndeshjen me Zvicrën, ne mbetëm pak si mbrapa të tërhekur me kombëtaren e Zvicrës, ajo na mor hapësirën, na dominoi, na dul përpara dhe avansoi, themi, kështu avansoi. Dhe një pjesë e parë, fraksioni i parë nuk ishte shumë në favor të kombëtarës së Kosovës, ndërsa me ndrimin të cilët i banë me futjen e Zhegrovës me potencë më kreative, më afër portës kundërshtare dhe ne bëm që ta barazojmë rezultatet dhe kjo themi pasqyrim kështu plani, pasqyrim pjesëmarrje, pasqyrim reagimi i futbollistëve dhe potenca e lojtarëve të mirë, aty duhet të gjejmë ne tani në të ardhmen zgjidhje dhe të kalojmë në ato 20 minuta të cilët kemi luajtur apo edhe ato të cilët kemi luajtur në Sloveni, domethënë kemi qenë skuadër që ka marrë hapësirën e kundërshtarit. Ka dalë shumë përpara dhe ka dominuar hapësirën. Kur një kombëtar apo skuadër del përpara, merr hapësirën dhe din të transmetojë, themi, presingun apo din të
ushtroje tranzicionin e para, ajo do të thotë është shkëmbëtare apo skuadër e cila ka plan të lojës dhe din pra çka duhet të veprojë në një organizim lojë. Dhe kjo kështu në aspektin e ekspertizës edhe profesional, mendoj se kështu ne duhet studiojmë edhe atu tjetë avansojmë planin taktik të kombëtarës. Kjo na duhet edhe pak të avansohet, është kjo meritë edhe trajnerit Foda? Po, është merit, patjetër se është merit, se ka bënë një homogenizim, do thotë ka shkrijat mentalitetin themi destruktiv, daljes nga disiplina e lojës dhe nga mendje masia, kështu që i ka ullë të gjithë lojtarët, themi, ata të cilët të jenë të gjithë të barabarë dhe kemi të bëjmë me një garë ekipore. Futbolli është sport ekipore, ashtu sigur e thatë dhe ato çfarë kisha edhe ndërmend ju pyesja. Më herë kemi dëgjuar shpesh, kemi bërë kritika shpesh ndaj lojtarëve tonë që përpiqen ndonjëherë të mbajnë topin më gjatë, japin gollën vetën dhe kjo është një punë ekipore. Eksperjenca e këtyre djelmoshave në ekipe të mëdha në botë, apo sillet mjaftueshëm mirë këtu që të më duket se në ndeshjet e fundit e kemi parë më shumë këtë lidhshmërinë mes tyre në lojën e ekipore. Padyshim futbolli ka themi perceptimin heterogen në mentalitet të futbollistit. Tani kur ban gara ti në një kampion themi vendor, ke shumë ndeshje të luash. Po në kombëtare ekziston një mentalitet krejt tjetër. Do thot një mentalitet i përgjithësisë, i përfaqësimit, edhe motiv më i lartë i prezantimit të një kombi, të një shteti. Nuk me prezantojmë një skuadër ku ka shumë xhiro, themi, ka shumë ndeshje atje, nëse një ndeshje mund të mos jemi, natën s'kemi bërë gjumë, apo kemi dalë me dëshirë dika tjetër ka, ose dhe varet kompeticionit si është në një skuadër. Nëse në kombëtare mentaliteti ndron dhe konceptet themi mentale ndron edhe përgjithësit janë më të mëdha. Dhe çta mbyllim, t'japim kohë edhe kolegëve tan. Një mesazh për fund? Mesazh për fund, besoj shanset janë shumë të mira që ne dy kombëtare të shkojmë në kampionatin botror në Amerikë. Po në veçanti mendoj se kombëtarja e Shqipërisë ka një themi e përsi për shkak se rivalizohet me dy kombëtare të ngjashme themi. Po unë po e potencoj. Nëse kombëtarja shqiptare luan taktikisht mirë, edhe shumë mirë që na bëni të gjithë krenar kundrej kombëtares serbe, atë plan duhet ta luajë edhe atje në Poloni. Faleminderit shumë zoti Veliut. Po mirë vetëm, mund vazhdojmë këtu. Vazhdoni derisa të kthehet edhe në emision Yahoo sepse është ndërprerje linja për momentin. Ismaili jeni ekspert i futbollit edhe i përcjellni mirë. Tani kur jemi në prag të kampionatit botror 2026, shohim shumë risi, domethënë paraqitjen e skuadrave, ne kemi lënë në histori futbollin total të Johan Cruyffit, Catanazzon e Fabio Capellos dhe Cakit të shkollës italiane. Janë disa shkolla interesante si e sheket futbollin modern, transferimin dhe këtu klubet përfaqësuesit e Ballkanit, Kroacia, Malizi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, kush të pëlqen nga këto formacione si e sheket dinamikën e re, këto ndryshimet e reja në futboll? Pa shiqoni, çdo sport është faktikisht në evolim, është në ekspanzion, dihet se këtu edhe shkenca faktikisht ka fut duar, ka aty është edhe faktikisht medicina, kështu që me të vërtet këtu të luajsh, ne jemi nga ato sportet cilët luajmë në palestër, edhe handballin, edhe basketballin, dikur edhe luanim pressing, pra basketballi është pressing, mirë po dihet se është në palestre dhe fushë e vogël, mirë po tash të luash ti pressing, të luash me një fushë 110 mbi 40 ndeshje në vit, të vraposh dikun në çdo ndeshje mbi 10 kilometra me kilometra faktikisht. Madje ta bëjnë llogarinë se sa ki vrapuar faktikisht brenda vitit. Është interesant kjo statistikë sepse mesfushorët janë lider në vrapim. Po, patjetër, edhe kështu tash ne dikur dihet kush ishte lojtari i mbrojtjes, kush ishte mesfushori, kush ishte ai i cili sulmuesi, mirë po tash nuk është as pak e habitur që këtu edhe mesfushori edhe sulmuesi duhet të kthehet mbrapa
të luajnë detyrat, të kryen detyrat e mbrojtësit, po edhe mbrojtësi faktikisht duhet të dinë lojën e sulmuesit. Pra këtu tash është një futboll shumë dinamik edhe shumë modern, ku transferimi i lojtarëve bëhet sa të i mbyll, të i hapur syt, kështu që me të vërtet në futbollin modern tash edhe portieri që ka qenë portieri e pamundër të lishon fushën e tij 16 metrishin e tij, tash edhe portieri tash del të luan si mbrojtës i djathtë apo i majt, kështu që me të vërtet është interesant tash futbolli, nuk është ai dikur që ishte klasik, se kush është. E thuan, domethënë kur e posedon topin luan ndryshe, kur nuk e posedon komplet ndryshe. Shiqoni Ronaldo, një Ronaldo kthehet mbrapa, të lutem, një Ronaldo është sulmues, po din t'i kryen detyrat e mbrojtësit. Edhe anasjeltës një mbrojtës faktikisht din ti mbrojtësit ansorë luajnë edhe në sulm. Po, edhe mes fushës edhe në sulm. Ato mbrojtësit ansorë ato janë edhe sulmuesit faktikisht. Sulmues ansor. Po, sulmues ansor janë, ose në djathtë apo në të majt. Dikur ku luan të sulmuesi i djathtë apo si i majt, po tash është me të vërtet edhe pregaditja fizike, edhe pregaditje taktiko-teknike, fizike, po edhe psiqike. Një Luka Modric është ndër mesfushorët më të mirë në Itali, për shembull, këto 10 xhirot e fundit. Futbolli edhe sporti them çdo herë luhet me kokë. Natë konte jo ti mësojsh futbollit me kokë. Nuk lodhet trupi, nuk lodhet këmbët, nuk lodhet, po lodhet të menduarit, se shumë strategjika, kupton, shumë ka tekniko-taktikisht është taktika shumë e madhe që me të vërtet kur shiqoni ju lojtarët kur dalin, kur kanë ndrimin e tyre, shiqoni fanellat e tyre, sa kanë humbur, tregon sa ka vrapuar, sa është angazhuar, me të vërtet është por mund t'i shtohet kësaj se kohë fundit ka pasur edhe fatkeqësi në ato nga ky terror që u bëhet, ka pasur ankesa të vazhdueshme të trajnerëve për shembull. Futbolli është bë si ato Nintendo, kupton? Sigur në sepse kemi largimin e Klopp që ishte me Guardiolën një rivalitet mbi 5-6 vite që të dy u bën të parat në Evropë, njëri me City, njëri me Liverpoolin dhe njëri largohet për shkak se ka diçka në futboll që angazhim të shumë e madhe, angazhim i jashtëzakonshëm. Shihoni Zinedine Zidane, lojtari i dikurshëm me medali Tiranën e kemi tani 365 vite kur ishte aktual lojtar. Nga 365 ditëve, a i tha i kemi 10 ditë pushim. Po me medalje, e kemi linjën, e kemi edhe Tiranën, dhe t'i kalojmë linjën tani në pjesën e fundit. Falenderoj shumë. Falenderojmë shumë edhe misafirin. Ja, mund të vazhdoni pjesën e mbetur. Faleminderit kolegja, po përmbyllim me këto minuta që kanë mbetur bisedën ne këtu në Radio Tirana me të ftuarin gazetarin ton Defrim Hasani. Defrim, tashmë janë përvijuar gjërat, siç i bashkëbiseduam edhe përgjatë këtij emisioni, na pret një rrugtim i vështirë. Në fakt, megjithatë 180 minuta janë, po në 180 minuta shumë të rëndësishme dhe edhe jo aq të lehta. Ja, përpara se të jap një përgjigje për këtë, dua të bëj një diskutim të vogël sa i takon e emërtimit të ekipit. Do të më pëlqente që Kosova të quhej përfaqësuese, ekip përfaqësues. Jo kombëtare. Është një diskutim që duhet ta bënim diku në gjysmë e emisionit e këtej. Tani kemi vetëm 4 minuta në dispozicion. Dakor. Atëherë respektoj. Për shpejt për arsye të sepse ekipi ynë është kombëtar, ekipi i Shqipërisë, sepse është i gjithë kombit shqiptar, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, nga që është Alihi, nga Kumanova. Jo, nuk kemi kohë një për një, po nga të gjithë, përveç trevave të Malit të Zi. Kemi nga Çamëria, kemi nga Lugin e Preshevës. Por edhe për ndonjë arsye tjetër, sepse kombi shqiptar është një. Dhe nga fjala kom rrjedh edhe fjala kombëtare. Nëse i themi kombëtarja e Kosovës, do të hymë në diskutimin e madh
edhe që nuk i dihet fundi, kom kosovar dhe kom shqiptar. Nuk e di apo na ndjekin kolegët në studiot e tjera. Po shumë mirë, po ju ndjekim dhe ne vazhdojmë të themi jemi shqiptarë. Mund të futeni këto 2-3 minuta të diskutoni, po Po, ne jemi tharë të kombëtarës shqiptare. Në linjë. Dëgjoni, a ka mundësi të ndërrimi dhe ne pak? Se ne potencojmë masi u thirrëm, atëherë kishim pas dëshirë edhe ne të morim fjalin për shkurt tasi, kështu për kombëtar. Dhe që ka hinë vokabularin, fjalorin themi të komunikimit, nuk e themi ne se kjo do t'jetë ajo kombëtare e cila do të dallohet nga kombëtare shqiptar. Ne jemi një kombë, kjo nuk ka kush e mohon. Mirë, po kështu kur thojmë nacionalen, Manshaf, Time nacional, edhe nacional, këtë termi nacional ka me gjithandej, për atë ka fut në komunitetin e futbollit edhe dhe janë rregullat e institucioneve ndërkombëtare. Kështu në këtë konceptin, këtë drejtime kemi ju në Tiranë. Por ndryshe ne vazhdojmë të jemi shqiptar. Pa shqiptar jemi ma shumë belem, 100 e ma shumë %% shqiptar. Ja, mos tym të ndajmë tash ato. Historia. Unë asnjë nuk them kosovar. Jemi them shqiptar i Prizrenit. Po shiko të frem, kjo kosovar merret sikur të thuash Tiranas, Gjirokastret në këtë kuptim dhe jo më tepër. Edhe kosovar mund thuash, por duke e marrë parasysh një krahinë të Shqipërisë etnike. Sigur. Okej, ja, e zauruam edhe këtë temë, megjithëse nuk morëm mendimin e të ftuarit me medaliut. Besoj që pajtohet me ne. Po ne jemi tharë të kombëtarës shqiptare dhe reprezentacionin e Kosovës, por nacionin në arenën ndërkombëtare të tjetë, ashtu si sot i ftuarin në Radio. Kur flasim zyrtarisht për institucione ndërkombëtare, duhet t'ju përmbahemi termave, do t'ju përshtatemi. Kur është brenda vetës, mund themi kombëtarja dhe përfaqësues. Ne jemi shqiptarë dhe ndjejmë njëjtë, ashtu sikur kur luan Kosova dhe sikur luan Shqipëria. Me që është dhe Mehmet Ali, me të ftuarin e tij. Tani në fund me lejoni edhe Maqedoninë në periudhë. Po natyrisht. Folem kur nuk ishim në network, folem pikërisht për Maqedoninë. Kontributi jashtëzakonshëm, Bardhi mendoj që është një nga yjet e futbollit shqiptar. Bardhi dhe Ali, Erxhan Ali, po. Patjetër. Edhe pse Dyfrim, nuk e di nëse vajtosh, ne jemi më shumë fitues kur kemi më shumë skuadra kështu, përsëri. Patjetër. 3 skuadra, po ndesim pas në fund është më shumë mundësi tani. Jemi bërë faktor. Kemi kombëtarë dhe një përfaqësuese, po. Me lejoni edhe mua ti dërgoj përshëndetje klubit Tuzit, Deçiçit, që është në mos gaboj ose në vendin e parë ose në vendin e dytë, në Malin e Zi. Pasi emisioni ynë është i përbashkët edhe me kolegët e Radio Malit të Zi. Gjithsesi përshëndesim edhe ne dhe ju urojmë shumë sukses. Të jashtëzakonshme, edhe ne në këtë emision patëm të ftuar sekretarin e klubit sportiv Deçiçit nga Tuzi. Të përshëndetemi deri javën tjetër. Gjithsesi ju falenderojmë shumë, falenderojmë të gjithë të ftuarit tanë. Ndoshta nuk u dham shumë hapësirë sepse kaq kishim të rezervuar për 4 studiot, kaq ka emisioni jon, ka të radio publike, nuk është. Kur ndat 4 pjesë kështu. Ndat Kulaçi, kështu e ka. Sigurisht po ndoshta mirë pak me vlerë. Ne kemi as shumë gjëra për të thënë sa nuk na del as 2 orë 3. Natyrisht. Patjetër. Por gjithsesi e rëndësishme që folëm shqip dhe folëm bukur për sportin dhe sukseset e futbollit. Dhe për sukseset, patjetër. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë zoti Fetaveliu në studion e Radio Kosovës, Dëfrimet Hasanit faleminderit shumë në studion e Radio Tiranës, Muhamet Ismaili në studion e Radio Shkupit dhe Bernard Hasanaj në studion e Radio Malizi. Ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit ton pa kufi. Ju falenderoj shumë edhe juve kolegë të nderuar, Jaho Marxheka, Mehmet Ali Yusufi e Senat Gila. Do dëgjohemi javën tjetër me një temë tjetër. Atëherë, na ndiqni në 4 radio tonë publike.